Vjon në ditën e 4 aksioni I shembjeve të objekteve pa leje në hyrje të qytetit të Shkodrës. Aktualisht janë shembur 8, ndërkohë që po vijon puna për shembjen e 2 objekteve të fundit në rrethrodullimin në hyrje të Shkodrës. Për ditës së hënë ka vijuar pandalur aksioni I IKMT për shembjen e objekteve pa leje në hyrje të qytetit të Shkodrës, për t'i hapur rrugë projektit për rikualifikimin e hyrjes së qytetit dhe bregut perëndimor të liçenit. Në këtë fazë ishte parashikuar shembja e 10 objekteve, ku këtë të njëjtë puna ka vijuar për shembjen e 2 objekteve të fundit. Ndërkohë, rezistencë ka patur nga pronarët e restorant Freskia, të cilët në truallin e tyre kanë patur të përfshirë edhe shtëpinë në të cilën banonin prej vitesh. Inspektorët e IKMT-s vinë me japin një letër ditën e premte me 7 mars, që mërna 3 ditëve ti keme liru objekti. Më kanë bërë terror. Kam pas fëmijët në shtëpi, mi kanë nxerr fëmijët jashtë. S'm kanë lënë me nxerr as I gjë nga shtëpia, mi kanë hellë tana mbrëm. Unë kam pas edhe një mas sigurie që të paktën me shty procedurën e prishjes. Deri një moment që të kalojnë vlera lekëve. Iku biznesi. Po shtëpia, edhe zoti Rama del atje më bën deklarata që fton emigrantat shqiptarë me jetu në Shqipni, se Shqipnia lule. Kjo është lulja e Edi Ramës. Nëse ka me funksionu shteti, ligji, gjykatat, unë do ta çoj punën deri në Strasburg. Gjatë ditëve në vijim, na bëhet me dije se do të kalojë edhe vlera e shpronësimit të këtyre objekteve.